Është shumë e rëndësishme kjo pjesë që ne të mund ta fillojmë të gjithë së bashku. Është shumë e rëndësishme që të shkojmë si një trup, si një kishë përpara Perëndis. Zoti nuk e pëlqen atë adhurim gjysmak nga trupi i Krishtit, nga trupi i vet. Nuk ka dëshirë kur njerëzit janë ca ndej, ca këtej edhe nuk e kanë mendjen fare, por ka shumë qef kur si një trup me një zemër mirënjohëse për më tepër, shkon tek Zoti, përqendrohet tek Zoti, e ngre zërin lart në adhurim tek Zoti. Edhe shumë e rëndësishme kjo pjesë e adhurimit. Jo e kemi thënë, do ta themi, po kjo është për të rregulluar atë fokusin, përqendrimin. Absolutisht nuk është për të mbushur programin e konferencës, por është për që neve të mund të rregullojmë zemrat tona përpara Perëndis. Sepse kur ne shkojmë te Zoti, edhe theksoj, kur ti personalisht i lë gjitha bisedat, kur ti personalisht shkon tek Zoti yt, te shpëtimtari yt, fokusi jot ndryshon. Kur ti shkon dhe takon shpëtimtarin Jezus, asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, dashur vëllezër e motra. Dhe duhet filluar kështu. Duhet që gjithë së bashku në një mendje, me një zemër të përqendruar tek Zoti, të mund të ngrem lart zërat tanë. Edhe ndërsa neve vëm Zotin në vendin që i takon, në adhurim, atëherë përgatisim zemrat tona për fjalën e Perëndis. Edhe të mund t'i mbajmë këto gjëra në mendje dhe seriozitetin që Zoti meriton në adhurim. E ndërsa çohemi në këmbë, mendojmë pak, përqendrohemi pak, zemrat tona t'i rregullojmë, nëse ka diçka që duhet rregullosh, është momenti. Fokusohemi tek Zoti. Dhe jo pa qëllim e kemi nisur këtë këngë, Jezus, ne të vëmë në fron. Ai është në fron. Absolutisht është në fron, nëse themi ne ose jo, ai është atje ku është. Dhe është i denjë dhe është i lartësuar nga çdo gjë. Por është për ne që ne të mund të fokusohemi dhe unë e vë Jezusin aty ku duhet të jetë. Ai duhet të jetë në fronin e zemrës sime. Dhe nuk po flas për shpëtimin, po flas për atë ku duhet të jetë në adhurim. Edhe nëse ka diçka në zemrën tënde që nuk është ashtu siç duhet, nuk është Krishti në fron, hajde ta rregullojmë. Ti personalisht mund të shkosh për tek Zoti. Ndreqe, vëre Zotin aty ku duhet të jetë. Ai është, s'po them objekti, se ul shumë, po ai është qendra e adhurimit. Le të lutemi. Zoti dashur Jezus, ne të falenderojmë për mirësinë tënde të madhe. Ti Zot dhe gjithçka, dhe tregove gjithë dashurinë tënde për ne. Faleminderit Zot që më nxore nga errësira, nga llumi i mëkatit. Faleminderit që më vure këmbët në dritën tënde me anë të gjakut të Jezu Krishtit. Faleminderit Zot sepse kjo është prej teje dhe jo prej nesh. Është dhuratë prej teje. Të jemi shumë mirënjohës Zot që derisa ti të vish, edhe ku ne Zot të mund të takojmë ty ballë për ballë. Kemi një rrugë për të bërë. Çdo ditë ne duhet të rritemi sipas imazhit tënd. Dhe Zot lutem që ti të na mësosh që hapat tonë të jenë sipas fjalës tënde. Lutem o Zot për këtë kohë që jemi mbledhur sot. Të mundemi Zot të adhurojmë ty edhe të ngrem lart zërat tanë dhe ty o Zot të pëlqej. Ti Zot je i denj. Nuk ka asnjë tjetër si ti. Ne gëzohemi për faktin Perëndi që jemi në prezencën tënde për shkakun tënd. Perëndi ti je i mirë dhe mirësia jote zgjat për jetë. Lutem o Zot na hap syt, na hap zemrën. Duam të takojmë. Unë dua të takoj ty Zot. Nuk ka asnjë gjë tjetër më të rëndësishme. Unë dua që të fokusohem tek ti Perëndi, edhe të mund të takoj ty personalisht. Ti je i denj o Zot, marrësh lavdrimet, adhurimet më të larta, sepse nuk ka asnjë si ti. Në emrin tënd lutemi. Amen. Ti je tu.
Lavdi Zot. Mirë, do kemi kohë në frime se vëllezërit mund të na ndihmojnë pak me çantat. Mirë, do të kemi një këngë të veçantë ndërsa kori do të bëhet gati, e janim, do t'ju lutesha që mbas këngës së korit janë fëmijët dhe për fëmijët do don një kështu një duar trokitje të fuqishme kur të vinë ata, s'ka problem. Hajdeni.
Nevoi un
Atëherë i solla fëmijë të vegjël që të vinte duart mbi ata dhe të lutej, por t'i shepujt i qortuan. Por Jezusi tha, i lini fëmijët e vegjël dhe mos i ndaloni të vinë tek unë, sepse për të tillë është mbretëria e qiejve. Dhe mbasi vuri duart mbi ata, u nis që andej. Audicion, të dalësh jashtë, kemi ndeshje sot. Jo, nuk vjo. Hajde burr, mos na prish ndeshjen. Është e vjetë se kemi shërbes të kisha. Sa e bukur ishte ajo kënga që mësuam herën e kaluar, ja tregova dhe shoqeve të klasës, ato u mahnitën fare. Unë luajta me shoqet e pallatit atë lojën me radhë, sa shumë u kënaqëm. Audicion, i bër gati për të shkuar në kish. Vajte i vonë do fillon adhurimi. O besar, po këta pse janë kaq gëzuar? Ej, po ju, ku po shkoni? Në shkojmë çdo ditë në kish, mami këndon atje. Papi im i bie kitarës, kurse mami im i bie flauti. Një ditë në borët të tua është më mirë se ku do tjetër, thot Zoti në Bibël. Provojeni dhe ju çuna sot. Hajdeni te kisha, ju premtoj që do kënaqeni shumë. Nuk kemi nevojë as të ndeshemi, as fitojmë. Jemi më shumë se fitimtar, sepse ne i besojmë Jezusit dhe gjaku i tij lau gjithë mëkatet tona. Dhe ne jemi më shumë se fitimtar për kësaj gjëje. E dini sa shumë kënaqet Zoti kur mblidhemi së bashku, është sepse ai do që ne të mësojmë gjëra të reja për të dhe të rritemi duke e njohur atë. E vërtet, edhe unë këto shoqë të minja dhe më premtuan që do vinë ditën tjetër. Madje sot kemi përgatitur edhe dhurata për fëmijët që do vinë për herë të parë në kish. Por dhuratën më të madhe na e ka dhënë Perëndia. Mjafton që ne t'i japim zemrën atij dhe ai do të na e mbush plot me gëzim, paqe, dashuri, mirësi dhe guxim. Shkojmë, mirë. Gëzojmë që keni ardhur sot këtu, është një bekim kur mblidhemi së bashku apo jo. Gjithmonë ka qenë. Konferencat kanë qenë kohë për të rritje dhe fladi për ata që kanë qenë në vite, besoj se kanë vëre këtë, edhe Zoti ynë gjithmonë na jep një sfidë të re, domethënë çdo konferencë. Me që jemi te dhuratat me fëmijët, unë kam faktikisht edhe unë një dhuratë, në fakt kam 2 këtu brenda, edhe do t'i jap kush do fitoj, atë shohim kush do fitoj. Unë kam, e dini besoj që e dini tema e konferencës është për rritjen frymërore, apo jo. Edhe kemi parë mbrëm për provat, edhe sot do të shohim për sa i përket frytet edhe nesër, besoj që do të shikojmë hirin. Edhe se si gjitha këto gjëra si lidhen së bashku. Atëherë, unë kam sot një varg që do ta mësojmë përmendësh, dhe do ta quaj këtë vargu i konferencës, është vargu i shkurtër, por të shohim kush e mëson përpara, do të jap një dhuratë, edhe nëse ka nga të rinjt, kam një nga më të vejlit, pastaj filloj me më të mëdhenj. Vargu është Gjoni kapitulli 3, vargu 30. Edhe Gjoni 3:30, edhe të shohim, mirë keni mësuar të mësoni vargje përmendësh apo jo, ka kohë, që kur kemi bërë dishepullizimi, kur keni mësuar vargu përmendësh? Ka kohë, e të mësojmë një vargu përmendësh. Atë vargu përmendësh Gjoni kapitulli 3, vargu 30. Gjoni 3, kush e hapi Biblën? Hajta hapi, kush e hapi? Gjoni 3:30 thotë shumë thjesht. Ai duhet të rritet dhe unë të zvoglohem. O, sa i thjesht është. Patë shohim njerë kush mund ta thotë, ta fillojmë një nga këta, kush ka nga këta të rinj, i mban ndonjëri nga juve? Kush mund ta thotë, ai duhet të rritet edhe unë të zvoglohem. Hajde të orën, pa ta shoh njerë edhe një çik më kështu. Po ja ka që ishte sa e them, mund ta pa lexohet. Gjoni 3:30. Si e thot Bibla? Po? Bravo, shumë mirë. Tani, a mund ta thuash pa e lexuar Biblën? Ai duhet të rritet, po duhet kështë parë këtë një, pastaj ta mësoje. Ai duhet të rritet edhe unë? Okej. Tani, unë kam edhe një për Bledit të ta kërkoj ta thuash ti përmendesh tani, se nuk merrem me ngritje duarsh. Po.
Hajde këtu tani, hajde merr dhuratën. Hajde. Hajde, është për ty, hajde. Besoj të shkoj. Ai duhet rritet edhe unë të zboglohen. Edhe ne po flasim për rritjen frymërore dhe shumë e rëndësishme kjo, po nuk po flasim vetëm për rritjen individuale si njerëz, sepse sigurisht edhe secili prej nesh duhet rritet, po edhe si kish, si një organizëm, si një trup që të rritemi përpara. Edhe ne pikërisht për këtë kemi besuar Zotit që na drejtoi në këtë. Atëherë duke hapur fjalën e Perëndisë te Efesianët kapitulli 4, ne do të shohim ato pasazhe. Po ju lutem përpara se të shkojmë te Efesianët 4, nëse keni fjalën e Perëndisë, hapini pak Biblën tek Gjoni, tek Numrat kapitulli 10. Numrat 10. Numrat 10 është interesante, ajo që ndodh tek Numrat 10, Zoti është duke folur me Izraelin, edhe u kërkon atyre që kur të bjen borit, ata të bëjnë diçka. Te Numrat 10, në vargun 10, thot, por ndodhi që Zoti, atë shohim tani, kam nevojë për syze leximi, shumë mirë, duket sigur. Numrat 10. Po kështu në ditët tuaja të gëzimit, thot në festat tuaja të caktuara dhe në fillim të muajit të parë, do të bini borive me rastin e holokaustit dhe flimeve tuaja të falënderimit dhe kështu do të bëjnë të kujtoheni përpara Perëndisë tuaj, unë jam Zoti Perëndia juaj. Kur ne shikojmë në Dhjatën e Vjetër ku Izraeli i binte borive dhe dëgjonte borit, ishin dy gjëra që bënin borit. Gjëja e parë është që ato lëviznin popullin e Perëndisë nga vendi për të shkuar në një drejtim. Dhe gjëja e dytë që borit bënin ishte që borit kujtonin popullin e Perëndisë për diçka që ishte e rëndësishme për Perëndinë edhe ata e kthenin këtë gjë në mendje. Kur ne shkojmë te Isaia 58, borit janë të lidhur me predikimin. Edhe ajo që ndodh është Zoti thot Isaias, ngrije zëri si një bori, edhe shpalli popullit tim, edhe fillon edhe kërkon që të flas me Izraelin. Tani kur i lidhim këto të dyja së bashku, edhe nëse ne vim në shtëpinë e Perëndisë, ne kemi ardhur këtu që të dëgjojmë nga Perëndia, në përgjithësi në natyrën tonë njerëzore, për shkak se ne jemi hebrej nga natyra, ne presim gjëra të reja. Sepse kur pali shkoi në Athenë, ata nuk merreshin me gjë tjetër përveç se mendojnë gjë të re. Edhe zakonisht jemi të prirur, ka ndonjë gjë të re, çfarë mund të thonë ndonjë gjë të re sot, dëgjuam ndonjë gjë të re, por janë dy gjëra kur Perëndia flet me anë të fjalës së tij. Për secilin prej nesh. Njëra është kur Perëndia na flet, ai i flet zemrave tona, u flet jetëve tona dhe ai na lëviz nga vendi për të bërë diçka për lavdinë e tij. Dhe gjëja e dytë është që Perëndia na kujton. Disa gjëra i dim shumë mirë, na kujton, edhe ndalojmë pak të kujtojmë çfarë na ka thënë Perëndia, edhe e kishim harruar, edhe kthehemi edhe një herë tani, të mund të rifreskojmë ato gjëra që Perëndia na ka dhënë ose kërkon prej nesh. Edhe me këto gjëra në mendje, a mundet që të përulim zemrat tona edhe të lutemi Perëndisë, edhe të mund të flasim me Perëndinë e të themi Zot, a ka diçka që ti mund të më kujtosh mua sot? A ka diçka që ti dëshiron të më lëvizësh nga vendi? Sepse unë besoj mbi çdo gjë tjetër, prandaj them, të mos qasemi si një Athinas, po të qasemi si një fëmijë i Perëndisë. Sepse Perëndia përmes fjalës së tij dy gjëra do të bëjnë jetën tonë. Ose do të na lëviz, ose do të na kujtoj për të kthyer tek ato gjëra që ne më përpara kishim bërë, edhe ai dëshiron t'i ribëjmë përsëri ato. Ose të kthehemi tek udha ku Perëndia na kërkon nëse kemi devijuar. Edhe mësimi është mësimi i fjalës Perëndisë, edhe pa fjalën e Perëndisë ne nuk mund të avancojmë sepse është dritë. Por qëndrimi i zemrave tona është shumë i rëndësishëm përpara Zotit. Nëse keni lexuar me kujdes librin e zbulesës, do të vini re shpesh herë, Zoti thot, kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Edhe Jezusi e lë, pasi e thot, e lë duke kërkuar që ai që ka vesh do të reagojë. Por ne kemi një anë të mirë, kemi një Perëndi të mirë, kemi një Zot të mrekullueshëm që kur ne i kërkojmë, ai vepron në ne. Edhe atëherë mund të purulim zemrat tona të themi Zot, unë dua të dëgjoj sot. Dua të dëgjoj atë që ti ke për të më thënë. Edhe nuk po kërkoj ndonjë gjë të re, kërkoj atë që ti ke për mua. Edhe sigurisht
nuk është se ne nuk kërkojmë synojmë gjëra të reja. Bibla është e pafundme. Shpeshherë Perëndia na drejton në gjëra të mahnitshme, ato gjëra që syri nuk e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar, janë ato gjëra që Perëndia ka përgatitur për ne. Edhe Perëndia na mahnit me bukurinë e fjalës, thellësinë e fjalës, gjitha gjërat. Po në jetën tonë të përditshme, ai dëshiron të na lëviz. Ai dëshiron të na kujtoj. Ndërkohë që vim përpara tij edhe dëshirojmë të dëgjojmë fjalën e tij. Le të shkojmë së bashku te Perëndia. Ati dashur ne vim tek ti Perëndi. Faleminderit Perëndi që na ke dhënë këtë mundësi konferencë në këtë pranverë. Dhe t'jam mirënjohës Perëndia im që ti e ai që na ke shpenguar, edhe na ke vendosur në një trup. Edhe gjithashtu Zot ti e ai që na ke bërë organikën tënde. Ne kemi ADN-n tënde. Ne jemi mish të mishit të tënd, të kockave të tua, jo thjesht një fe. Po ne vim tek ti sepse ne dëshirojmë që si trup të rritemi Zoti. Edhe lutem Perëndi të na hapësh syt Zot. Edhe lutem Zot gjithashtu që secilit prej nesh të na japësh një fjalë që ti e di që ne kemi nevojë për të na lëvizur ose për të na kujtuar Perëndi. Edhe Zot, lutem qofse dikush këtu është i humbur, edhe nuk të njeh ty, Zot hapi syt atij. Le të shohë sot që sot është dita e shpëtimit, sepse ti ke derdhur hir për hir të Krishtit, duke mbuluar këtë botë derisa ti të vish Zot e të vendosësh drejtësinë tënde, duke mbuluar me hir edhe me falje në kryqin e Kalvarit, ku ne erdhëm dhe morëm mëshirë dhe hir, dhe ku ata mund të vinë dhe të marrin mëshirë dhe hir. Zot, lutem për këtë gjëra në emër të Jezusit na ndihmo dhe na drejto Zoti. Në emër të Jezusit Zot lutem. Amen. Atëherë të shkojmë tek Efesianët kapitulli 4. Edhe tek Efesianët 4 ne kemi pasazhin cilin i kemi besuar Perëndis që të na drejtojë për atë që ne e kemi quajtur rritje frymërore, edhe sot do të quaj rruga biblike. Do të thotë që disa gjëra që do të shohim sot janë të nevojshme si një gur themeli. Edhe nesër do të shohim hiri si Perëndia lëviz këto gjëra, edhe do të lidhim gjitha këto gjëra së bashku, patjetër Vllallandi do të ndaj këto gjëra nesër, por rrugë biblike. Kur flasim te Efesianët 4, nëse nuk e keni lexuar, dje ne do brëm në darkë, do të lexojmë më vonë, por kur flasim për Efesianët 4, ne duhet kuptojmë që gjitha gjërat kanë shumë kuptim ku ne i vendosim në kontekst ato. Ato të marrim televizim këtë të shohim. Okej, shumë mirë. Atëherë që duhet të kuptojmë lidhur me kontekstin është Efesianët në 3 kapitujt e parë na japin doktrinën. Na japin 3 kapitujt e tjerë na japin atë që është zbatimi praktik. Edhe lidhur me doktrinën në 3 kapitujt e parë ne kemi nevojë të dimë pozitën tonë. Edhe kjo ndodh edhe te Kolosianët. Në pozita jon tek Efesianët është që ne jemi në Krishtin. Kjo është ajo që është Zoti duke na treguar, sepse thotë i bekuar qoftë Perëndia Ati Zotit tonë Jezu Krisht që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore vinëre në Krishtin. Edhe gjithë kapitulli flet shumë për këtë, në Jezusin, në Krishtin. Edhe Zoti e thekson këtë. Gjithashtu Efesianët 2:6 thotë edhe na ringjalli me të, dhe me të na vuri të rrim në vendet qiellore në Krishtin përsëri. Pra kur Perëndia na tregon te Efesianët, ai është duke na treguar që kur ne u shpëtuam, ne u vendosëm në Zotin Jezu Krisht, ne u zhytëm, u pagzuam nga fryma shenjtë në një trup, në organikën e vet Perëndison. Edhe kjo është e çmuar për këtë. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ku është? Në Krishtin është krijesë e re. Nëse dikush është në Krishtin është krijesë e re. Gjërat e vjetra shkuan, të gjitha gjërat janë bërë të reja. Prandaj kjo është ajo që ndodhi kur ne besuam në Zotin Jezu Krisht. Është e rëndësishme të kuptojmë çfarë po ndodh këtu. Shikoni pak si e bëri Perëndia këtë nga e pare Korindat, dhe thotë sepse të gjithë ne jemi pagzuar në një frymë të vetëm, në të njëjtin trup, qofshin hebrej apo grek, qofshin sklevër ose të liruar, dhe të gjithë jemi ujitur në të njëjtin frymë, dhe ju jeni trupi Krishtit dhe gjymtyrët e tij veç e veç. Pra kur ne pranuam Zotin Jezu Krisht, ne u bekuam me bekimin më të madh që mund të ekzistojë ndonjëherë. Bekimi më i madh është që Perëndia nuk na bëri thjesht një krijesë të re, edhe duke na thënë që ja ju jeni një krijesë më njan. Por ai bëri diçka të mahnitshme, nëse mund të them kështu, ai zmadhoi trupin e tij. Ai na futi në trupin e tij. Edhe ai na futi në organikën e tij. Edhe ai na dha genet e tij. Edhe ai na dha ADN-n e tij. Edhe ne jemi
mish i mishit të ti nga ana frymërore dhe kockave të ti. Kjo është diçka që nuk mund ta kapim dot me mendjen tonë njerëzore. Por një ditë do të zbulohet sepse kur Zoti Jezu Krisht të vi, ajo që do të ndodhë është ne do të jemi njësoj si ai. Edhe kjo është e mahnitshme. E ju të dini diçka që dikush që solli mëkatin e parë në univers, ai kishte një dëshirë të ishte si Perëndia. Por ai nuk mund të jetë si Perëndia. Ai do përfundojë në liçenin e zjarrit për jetë. Dhe Perëndia ka bërë diçka të mahnitshme me ne. Jo vetëm që na shpëtoi, por na vendosi në organikën e tij, edhe na bëri trupin e tij. Edhe kur ai të kthehet në lavdi, edhe ne do të kthehemi bashkë me të në lavdi, po ne do të jemi si ai është, kështu do të shfaqem edhe ne. Edhe ashtu siç funksionon gjithë trupi që ka gjymtyrët, edhe koka komandon, kështu do të funksionojmë të gjithë ne së bashku kur Zoti të vi të vendosë mbretërinë. Nuk është se ai do jap urdhra, zani bëje këtë ose ju bëni këtë. Por kështu është, do të jetë. Edhe kur njerëzit do të shohin, sigurisht një është krijuesi, por kur të shohin se cilin prej nesh, ato të na shohin njësoj siç është Jezu Krishti. Kopje. Edhe kjo dua të them këtë që këtë shpjegon Efesianët. Efesianët na tregon që ne jemi në Krishtin. Edhe kjo është e rëndësishme lidhur me këtë sepse ka një kontekst më mbrapa. Kolosianët na jep anën tjetër të medaljes. Kolosianët na tregon që Krishti është në ne. Edhe nëse vini re me kujdes, do të vini re që si Efesianët edhe Kolosianët shpjegojnë pak a shumë të njëjtat mësime. Por është një monedhë me të dy anët e medaljes së njëjta gjë. Sepse Bibla thotë Kolosianët thotë Perëndia deshi t'u bëjë të njohur cilat janë pasuritë e lavdisë së këtij misteri ndër ju bre që është Krishti në ju. Pra Efesianët na tregon që ne jemi në Krishtin, Kolosianët na tregon që Krishti është në ne. Edhe kjo është e mrekullueshme. Perëndia banon në ne. Ai ka vendosur veten e tij si një kapar trashëgimi e frymën shenjtës në ne që një ditë do të kthehet, do të na marrë. Prandaj kuptoni që kur ne u shpëtuam, Zoti bëri gjëra të mahnitshme. Jashtë masim sa mund të mendojmë ne. Megjithatë ne përpiqemi të kuptojmë ato siç kuptojmë, siç thon shkrimet. Tani kur kthehemi tek Efesianët, sapo mbarojnë 3 kapitujt e parë që na shpjegojnë që ne jemi vendosur në Krishtin, Pali fillon të shpjegojë në kapitullin 4 pozitën, praktikën tonë. Tani pozita jonë është ajo që jemi. Ndërsa praktika është të mund të jetojmë atë që tashmë jemi. Jo të bëhemi. Le ta them pak më ndryshe në një farë kuptimi lidhur me këtë. Për shembull, nëse flasim për ne dim nga shkrimet që ne jemi nusja e Krishtit apo jo. Kjo është pozita ajo, ne jemi nusja e tij, edhe një ditë do të zbulohet, edhe ai do të shfaqë, të tregojë nusjen e tij, të tregojë gjithë universit. Por puna është, nëse kjo është pozita, praktika për një nuse, çfarë duhet të bëjë ajo? Duhet të bëhet nuse? Jo. Ajo duhet të jetë nuse. Duhet të jetojë nuse. Pra, ashtu siç ka pozitën, duhet të jetojë. Të jetojë ashtu siç është bërë. Është një nuse e bukur, e shenjtë, e lavdishme, e panjohur, etj. Edhe për shkak të se është e tillë pozita e saj, atëherë thirrja nga Perëndia për këtë nuse është të mund të jetojë këtë pozitë që ajo ka. Edhe ne jemi në Krishtin. Edhe për shkak se jemi në Krishtin, ne duhet të jetojmë pikërisht atë pozitë të jemi, ajo lloj pozite që Perëndia tashmë na ka bërë në këtë. Edhe në këtë mënyrë fillon Kolosianët kapitulli 4, edhe thotë, unë pra i burgosur për Zotin ju bëj thirrje që të ecni denjësi sipas thirrjes me cilën thirrët. Dhe me çdo përullësi e zemërbuci me durim, duke duruar njëri tjetrin me dashuri, duke përpjekur të ruani unitetin e frymës në lidhjen e paqes dhe vazhdo më poshtë. Domethënë thirrja jonë është të jemi si të jemi të përullur. Ashtu është Krishti. Kjo është pozita jonë. Të jemi të duruar. Ashtu është Krishti. Të jemi zemër but. Ashtu është Krishti. Sepse jemi në Krishtin. Kemi ADN-n e tij. Kemi kodi gjenetik të tij. Atë për shkak të kësaj pozite, ne duhet të jetojmë atë pozitë që jemi, jo të bëhemi. Nuk është që duhet të ndryshojmë veten, ne tashmë jemi bërë. Po në këtë proces kemi nevojë për ndihmë.
që si ta mund ta jetojmë këtë gjë, dhe Zoti na shpjegon edhe na jep dhuntit në mënyrë që na jep hirin e tij, në mënyrë që ne të mund ta përmbushim atë praktikisht atë që jemi në pozitë. Edhe për këtë flet gjithë kapitulli që ne kemi në tekst për hirin e Perëndisë që Perëndia i dha kishës me gjërat. Prandaj është e vështirë, por Perëndia na ndihmon në këtë. Edhe sot do të flasim për frutshmërinë, nëse do të shikoni se si Perëndia e bën këtë gjë, këtë pjesë që ne po flasim, e bën me anë të hirit të tij. Por sot le të lexojmë nga Efesianët 4 e le të shohim çfarë Zoti do të na drejtojë në rrugën biblike për të qenë të frutshëm. Por secili nga ne thot ju dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. Për shkak shkrimi thot, kur ai u ngjit lart, ai e burgosi dhe u dha dhurata njerëzve. Tani kjo ai u ngjit lart çdo të thot tjetër përveç se ai më parë dhe kishte zbritur në pjesët më të ulta të dhëut. Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit mbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Ai vetë i dha disa si apostujt, të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltarë, të tjerë si barë një mësues, për përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit, për ndërtimin e trupit të Krishtit, derisa ata arrijnë të gjithë te uniteti i besimit, të njohjes së Birit të Perëndisë, të njëri përsosur në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit, që të mos jemi më foshnja të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë doktrine, nga mashtrimi i njerëzve, nga dinakria e tyre nëpërmjet gënjeshtrave të gabimit. Por duke thënë të vërtetë me dashuri të rritemi në çdo gjë drejt asaj që shkreu Krishti, për të cilit gjithë trupi, i lidhur dhe i bashkuar me anë të kontributit që jep çdo gjymtyr, dhe sipas forcës së çdo pjese të veçantë, shkakton rritjen e trupit për ndërtimin e vetes në dashuri. Është një pasazh i mahnitshëm praktikisht. Në qoftë se do të shohim ta ndajmë këtë, atëherë do të ndajmë ta kuptojmë gjithë pasazhin, unë e kam marrë si një pemë të gjithën atë. Edhe që ta kuptojmë të gjithë këtë, të ndajmë pjesë, do të shohim se si punon Perëndia. Atë procesi rritjes frymërore është një proces i trefisht. Është një proces që ka si pema që ka rënjë, që ka trungun, edhe pastaj ka edhe degët. Edhe në qoftë se shikojmë këto, të gjitha këto janë të lidhura shumë ngushtë, por dini një gjë, kisha është trupi i Jezusit. Edhe të treja këto gjërat që janë rënjat, dega edhe trungu janë vetë Zoti Jezu Krisht. Sepse ne jemi zhytur në të, ne jemi futur në trupin e Krishtit. Edhe kur flasim për rënjën, atë po flasim për vetë Perëndin, sepse Jezu Krishti si krahasohet, si quhet Zbulesa 22. Unë jam rënja e Davidit. Gjithashtu tek Gjoni 15, ai zbulohet si hardhia, nuk po flet për degët, po flet për trungun. Por gjithashtu te Isaia kapitulli 11, ai zbulohet si ai është dega. Atë në të gjithë këtë që po flasim trupin, rënjët, trungun dhe degët, po flasim për vetë Zotin Jezu Krisht, po flasim për trupin e tij, po flasim gjithashtu edhe në këtë ilustrim të shohim kishën tani. Edhe si Zoti na mëson në këto vargje më poshtë me gjëra. Prandaj, gjëja e parë është rënja. Janë 3 vargje dhe pak që Zoti Jezu Krisht na prezantohet në këto vargje. Edhe përpara se ndërkohë që Pali po flet për këtu, ai po fillon të tregoj për themelin. Themeli mbi çdo gjë tjetër është Zoti Jezu Krisht. Rënja e çdo gjëje, kur flasim për rritje frymërore, nuk ka rritje pa Jezusin. Nuk ka themel pa Krishtin. Edhe është këtu thot, ai 7 herë gjendet fjala ai u ngjit, ai burgosi, ai u ngjit përsëri, edhe vazhdon, ai zbriti, është po ai që u ngjit. Edhe kjo është e rëndësishme për të parë këtë, sepse kur ne flasim për rritjen, atë do të kuptojmë që fillon çdo gjë me rënjën. Edhe rënja është shumë e rëndësishme, sepse Bibla na tregon që ne duhet të kemi rënjë. Po ku duhet të kemi rënjë? Rënjët tona duhet të jenë në të, në Krishtin, duke pasur rënjë dhe duke ndërtuar në të. Edhe është çelës për rritjen tonë frymërore, si kish, është që ne themeli i jetës sonë duhet të jetë Krishti, por jo teorikisht, atë është fjala e Zotit në jetën reale. Atë kur ne flasim për rënjët tona janë në Krishtin, nga ana praktike, gjithçka që ne bëjmë dhe gjithçka nga cilën ne ushqehemi vjen nga fjala e Perëndisë. Në qoftë se ne ushqehemi diku tjetër, atë kemi probleme me rënjën, me çfarë thithim. Ta dini një gjë, një herë dëgjova nga një kishë shëndosh, dëgjova për një familje,
Ishte interesante, sepse ajo familja kishte mbaruar, dishe pulizimin edhe ishte rritur për një kohë të gjatë në Kish. Edhe Kisha ishte baptiste, edhe beson dhe predikon sigurinë e shpëtimit. Ajo që ndodhi ishte një ditë, pasi kishte kaluar, sa ndoshta ishin 15 vjet. 15 vjet në Kish ata të dy, ata diskutojnë me njëri tjetrin, na humbet apo nuk humbet shpëtimi. Tani imagjinoj, ka shanse të ndodhë kjo gjë mes nesh, ndodhi në një Kish baptiste, mund të ndodhë me ne. Mund të ndodhë me mua, mund të ndodhë me ju, do thoni s'ndodhë me mua, s'ndodhë me ju. Në fakt ndodhë. Kur ne ham për një kohë të gjatë, diçka që nuk është e shëndetshme, nga ana fizike, edhe ajo e dëmton organizmin tonë, për pak kohë nuk e vëmë re, e përballon trupi. Pasi kalon një kohë e gjatë, trupi do fillojë të ketë probleme për shkak të keq ushqyerjes. Edhe pasaj do të fillojë të nxjerrë ato probleme në pa. E njëjta gjë është dhe nga ana frymërore. Në qoftë se rrënjët tona nuk janë të rrënjosura në fjalë e Perëndis, edhe ne kalojmë orë të tëra duke kaluar me Facebook, duke kaluar me video të ndryshme, me thënie të ndryshme, citate të ndryshme, nuk e di çfarë nuk ka, çfarë nuk gjën tani. Edhe ha gjëra që nuk janë të shëndetshme. Dhe pastaj fillon edhe truri, fillon edhe në vend që për të rihet në imazhin e birit të Perëndis, fillon edhe të ketë probleme, edhe mendja dhe fillon e pak nga pak dhe pastaj përfundon duke besuar gjëra që as nuk kishe menduar ndonjëherë që do t'i besojë. Pse ndodhin këto? Për shkak të keq ushqyerjes. Prandaj kur flasim për rritje frymërore, duhet të sigurohemi që kemi rënë një herë. Janë gjëra të thjeshta, por kjo është rruga biblike. Pa rënë, ne jemi hixhikundi. Edhe fillon me fjalën dhe pyetja më e thjeshtë është: a kalojmë kohë për ditë me fjalën e Perëndis? Është shumë e thjeshtë. Por pikërisht këtu është ajo që ne vazhdojmë të ham, edhe ja dalim, vim në Kish, kalojmë ta gjëra, po me kalimin e kohës nuk po flasim, ndoshta nuk do të ndryshojmë për shpëtimin, apo do të dyshojmë për shpëtimin, po shumë gjëra në jetë, për fëmijët, për të ardhmen, për familjen, për punën, për gjërat, ne do t'i bëjmë jo biblike. Por dikur nuk i bënim ashtu. Edhe kjo është shumë e çmuar. Gjëja e dytë që shohim është trungu. Do të rikthehemi përsëri këtyre. Trungu, edhe në vargjet më poshtë, Perëndia është duke thënë dhe ai vetë i dha disa si apostëj. Dhe i na jep kategoritë e dhuntive që janë dhunti njerëz. Domethënë njerëz që janë nga Perëndia, që janë me atë dhunti. Çdo njeri prej nesh ka marrë një dhunti. Por këta janë njerëz që janë nga Perëndia për një qëllim. Edhe nëse mund të përdor termin, nuk ka në shqip, por nëse përdor termin dhunti njerëz dhunti. Por janë njerëz nga Perëndia me një qëllim. Edhe thot gjithë këta këtu janë dhënë nga Zoti, thot për edhe shikoni, domethënë arsyeja që mënyra që Kisha të rritet fillon nga rrënja. Baza është Jezusi. Ai dha dhuntit, ai u ngjit, ai zbriti, ai dha. Por gjithashtu na tregon ka dy kategori dhuntish. Edhe këtu na jep dhuntit që janë dhuntit njerëz, ose njerëzit që Zoti Jezu Krisht i jep Kishës, edhe janë apostoj, profet, barin, ungjilltar, bari mësues. Janë 4 kategori. Të 4 këta kategorit Perëndia i ka dhënë Kishës me një qëllim, që të mund të rritet Kisha. Sigurisht, mos harroni një gjë që gjithmonë Kisha është një organizëm. Dhe vetë Jezu Krishti është rrënja, vetë Jezu Krishti trungu, vetë Jezu Krishti është dega. Domethënë sepse jemi trupi i tij. Por në këtë ilustrim, kur ne shikojmë ngadalë, shohim disa gjëra që Zoti i jep Kishës. Edhe thot për përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit derisa të arrijmë të gjithë. Edhe kjo është e rëndësishme. Dhe kur flasim për këtë dhunti, atë po flasim për ai vetë dha, edhe janë këto dhuntit. Domethënë njerëz që janë dhunti nga Krishti. Pjesa tjetër, Zoti na tregon që profecia, shërbimi, mësimi, nxitja, dhënia, administrimi etj. Edhe dhuntit janë dhuntit të përkohshme, dhuntit të përhershme. Disa mbarojnë, disa nuk mbarojnë. Disa dhunti janë forse, disa dhunti janë shërbyese. Po kemi edhe dhuntit që janë dhuntit njerëz
Edhe gjithashtu dhunti. Edhe një bari mësues ka një dhunti si të gjithë neve. Por ai vetë si bari mësues, ose apostull, ose gjithë dera, tani kur flasi për kishën, kisha është afërsisht 2000 vjeçare. Në fillim Perëndia i dha kishës dhunti njerëz, apostull dhe profet. Nga mesi i historisë kemi ungjilltar, në fund të historisë së kishës kemi bari mësues. Atë kur ne shohim si punon Perëndia në kishë, atë duhet të kuptojmë që rënja është Zoti Jezu Krisht. Pastaj kemi një trung, mbi të cilën Perëndia e ka dhënë kishës me qëllim që shenjtorët të përsosen, unë dhe ju të përsosen, me qëllim që gjithashtu të ndërtohemi, sepse kështu e thot fjala e Zotit. Atë ne duhet të kuptojmë si punon Zoti në këtë rritje. Ai është themeli, po kemi gjithashtu edhe njerëzit dhunti. Edhe kur flasim për bari mësues, po flasim për njerëz dhunti që Perëndia i jep kishës. Jo çdo mësues mund të jetë bari mësues. Çdo bari që Perëndia i jep kishës duhet të ketë atë dhuntin e mësimit bashkangjitur me bari. Pra duhet të jetë bari mësues. Atë kur ne shohim Zotin Jezu Krisht, është ai që ndërton kishën, është ai që bën punën, është ai që është dega, rrënjë gjitha sepse është trupi i tij. Edhe shpresoj të Zoti Fryma e Shenjtë të na hap sy të lidhim gjithë këto gjëra, është trupi i tij, ne jemi trupi i tij. Edhe ai si një organizëm trupi i tij rritet. Edhe në këtë duhet kuptojmë që kur flasim për dhuntit, është të mos harrojmë që si kish kemi nevojë të kuptojmë trungun dhe rëndësinë që mbar trungun në vetvete. Sepse pasazhi fillon qartë me Krishtin, flet qartë për njerëz dhunti dhe flet qartë edhe për dhuntit, sepse Zoti i dha të gjithëve ne secili dhunti. Edhe Zoti thotë, shikoni si thotë pjesën. Por secilit të gjithëve ne nga ne ju dha hiri sipas masës të dhuntisë së Krishtit, ose na dha dhunti dhe hiri është e njëjta gjë. Edhe thotë, çka shkrimi thotë, kur ai edhe vazhdon e folëm. Pra, tani pjesa tjetër është pjesa degët. Atë kemi çdo njëri prej nesh, jemi ajo kurora që jemi bija të trung. Dhe në këtë kuror që është mbi këtë trung të gjithë ne, në këtë kuror janë të gjitha gjërat që nevojiten një peme, ka gjethe, ka fruta, janë gjitha gjërat që nevojiten një peme që ajo të mund të marë edhe të mund të rritet. Të mund të rritet edhe thotë që vargu 15, por e kthen tani në fillim na të flet për Krishtin, pastaj tregon për dhuntit njerëz, apostull, profet, pa tani e kthen përsëri. Edhe thot, por, duke thënë të vërtetë me dashuri kush, nuk kam për punë me apostujt, nuk kam për punë me profetët, nuk kam për punë me pastorët, nuk kam për punë, por ne, duke thënë të vërtetën, të rritemi në çdo gjë drejt atij që shkreu Krishti, për të cilët gjithë trupi, gjithë pema, i lidhur mirë dhe i bashkuar me anë të kontributit të secilit prej nesh, që jep çdo gjymtyr dhe sipas forcës çdo pjesë të veçantë shkakton rritjen e vetes në dashuri. Pra pali fillon në vargun 7 me dhuntit që kemi marrë të gjithë, pastaj vazhdon në vargjet 8 deri në 11 duke na folur për Krishtin që është rrënja, pastaj kthehet përsëri dhe na tregon për njerëzit dhunti që janë apostull, nuk ka më apostull tani. Pse? Se apostull duhet kishte parë Zotin Jezu Krisht, as profet. Apostull dhe profet ishin derisa Perëndia e dha plotësisht fjalën e Perëndis. Tani kemi fjalën profetike. Më vonë kemi ungjilltar. A ka tani ungjilltar? Ka ungjilltar. Njerëzit ungjillizojnë, ne jemi thirrur të ungjillizojnë. Por njerëzit dhunti në këtë kategori, siç janë njerëz dhunti apostull, siç janë njerëz dhunti ungjilltar, kështu janë njerëz dhunti bari mësues. Një kish ka nevojë që të ketë pikërisht këta njerëz në mënyrë që të mund të rritet, sepse nëse mungon trungu, atëherë gjitha gjërat nuk funksionojnë. Po flas praktikisht tani. E prandaj Krishti i dha këto gjëra në mënyrë që kisha të mund të rritet. Kisha të mund të rritet, kjo është theksi me këtë. Atë e gjithë kjo na tregon përsëri, themi trupi. Nëse e kuptojmë gjithë këtë, mendoj që s'kam filluar akoma të predikoj, vetëm po përpiqem të shpjegoj çfarë thot teksti. Edhe nëse kuptojmë këtë, predikimi bëhet shumë i thjeshtë. Çfarë thot teksti në lidhje me këtë pjesë që është? Atë rruga biblike për të patur, për të mund të rritemi nga ana frymërore. Procesi trefisht ka një model që të mund të rritemi. Modeli është Krishti. Dhe Bibla thotë kështu: ai u ngjit, ai zbriti, është ai që i dha 7 herë Zoti përmend përmes apostullit Paul, përmend Zotin Jezu Krisht.
Tani, nga ana doktrinare, për ata që kuptojnë Biblën, nëse nuk e kuptoni këtë që do të them mos u shqetësoni, por një gjë që ka ndodhur në ato vargje. Zoti Jezu Krisht erdhi nga qielli në tokë. Ai vdiq për ne, ai varros për ne, ai u ringjall. Po ndërkohë që ai vdiq, ai zbriti poshtë deri në thellësitë të tokës. Ai shkoi dhe shpalli frymërave fitore. E ndërkohë që shpalli frymërave fitore, ai u ngjit, edhe ai u ringjall. E ndërkohë që u ngjit dhe u ringjall, ai mori të gjithë njerëzit që në dhjetën e vjetër kanë jetuar te gjiri i Abrahamit, ishte parajsa në atë kohë. Edhe i mori të gjithë ata dhe i çoi në qiellin e tretë në parajsë. Kjo është ajo që po thot këtu. Dhe u dha dhunti, u dha dhurata. Pra Zoti Jezu Krisht zbriti, edhe pastaj u ngjit, edhe burgosi nuk është më parajsa poshtë në tokë. Nuk është më, njerëzit ishin të burgosur aty për 4000 vjet. Derisa gjaku i Jezu Krishtit u derdh në shenjtëroren e vërtet. Sepse ka një tabernakull tokësor, ka dhe një tabernakull qiellor. Edhe kur e priftin tabernakullin tokësor ofronte flijimin për gjakun, për flijimin e gjakut të qenjave ose të kafshëve, për mëkatet e veta, për mëkatet e gjithë Izraelit, gjithë popullit. Edhe kjo është pikturë e Zotit Jezu Krisht që do të vinte një ditë, por Jezu Krishti erdhi me një gjak, jo me gjakun e qenjave, por me gjakun e vet. Edhe ai e çoi gjakun e vet jo në shenjtërore tokësore, por në shenjtërore qiellore na tregon libri i Hebrejve. Edhe kur e çoi atje, ajo që ndodhi është që bëri pajtimi midis nesh dhe Perëndis një herë për gjithmonë. Tani kjo është ajo që po jepet këtu nga ana e doktrinare. Edhe kjo është shumë e fuqishme, por kuptoni diçka, kur flasim për zbritje, po flasim për diçka që Zoti Jezu Krisht uli, edhe uli veten. Tani si kthehet kjo nga ana jon, edhe ç'lidhje ka kjo me frutdhënien edhe me rritjen. Jezusi vdiq dhe pastaj u ringjall ngjitja e tij. Dhe pastaj i mori të gjithë ata që ishin poshtë, edhe burgosin. Atë kemi frutshmërinë e tij. Përmes vdekjes së tij, përmes varrosjes dhe ringjalljes së tij, frutshmërinë e tij. Dhe Bibla na tregon gjithashtu edhe tek Hebrejt që ai pa përpara me gëzim për atë që do të fitonte. Do të fitonte fitimin e shpirtrave tanë. Edhe kjo është shumë e kuptueshme kur Zoti Jezu Krisht thotë, në të vërtetë po ju them, nëse kokra e grurit e rënë në dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme, por po të vdesë jep shumë fryt. Pra Zoti na jep një model. A duam ne përmes rënjes së asaj që ai vetë është? A duam ne që të jemi të frytshëm? A duam ne që të mund të kemi frutshmëri në jetën tonë? Rruga dhe modeli është i vetëm dhe është vetëm një është Zoti Jezu Krisht shembulli më i përsosur. Të gjithë të tjerët që kanë dhënë fryt kanë ndjekur modelin. Sepse në qoftë se kokra e farës së grurit, çon si ka grur misra për çfarë do gjë, mbetet e vetme, ajo e vetme mbetet. Por kur futet në tokë, ajo pëson atë vdekje edhe del një bim, domethënë pëson ringjalljen, dhe në pas ringjalljes, ajo pasaj del kalliri plot me kokra. Edhe e gjithë kjo është shumë e rëndësishme nga ana frymërore. Ne kemi nevojë të vdesim ndaj dëshirave tona të njeriu të vjetër. Ne do të çojmë veten tonë në kryq, mishin tonë, dëshirat tona, të natyrës tonë të vjetër që ende e kemi. Njeriu i vjetër. Dhe kur ne bëjmë këtë gjë, ajo që ndodh është që ne pastaj fillojmë të përjetojmë ringjalljen, por vetëm pasi vdesim përjetojmë ringjalljen, nuk ka ringjallje pa vdekje. Dhe kur përjetojmë ringjalljen, ashtu si Zoti Jezu Krisht ishte plot fryte, kështu dhe ne jemi plot me fryte. Kjo është ajo që është. Zoti na ka dhënë një model që është vetë Zoti Jezu Krisht. Na jep gjithashtu një drejtim. Drejtimi për të ndjekur janë njerëzit dhunti, sepse Bibla thotë që Zoti i dha kishës. Tani po flasim për trungun tanë. Përmes rënjës na jep një model, përmes trungut. Në trungun mos harrojmë që gjithë kjo rënjë trup edhe kuror është vetë një organik që rritet në organik, nuk janë të veçuara, nuk janë të shkëputura, janë një bashkë. Dhe ky është trupi i Krishtit dhe ky është vetë Zoti Jezu Krisht. Po në jetën praktike, në mënyrë si Perëndia na mëson se si ai e rrit Krishtin, ai na jep këto udhëzime në mënyrë që ne të mund të rritemi. Edhe na tregon që të kthejmë gjithë vëmendjen tonë te njerëzit dhunti. Pse i dha Zoti njerëzit dhunti kishës? Kush do të përsos shenjtorët? Kush do të jetë përgatis ata për veprën e shërbimit? Kush do të punojë me ata?
në mënyrë që kisha të ndërtohet. Kush do të ndikoj në jetën e kishës që e gjithë kisha të mund të shkoj deri në atë në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit? Kush do ta bëj? Konteksti drejt për drejt është njerëzit dhunti. Ka një barë mbi supe, por kjo është ajo që Zoti u ka vendosur përpara. Nuk po them që atë është Krishti vetë që e bën, por ka një barë lidhur me këtë. Sot dhe ai vetë i dha disa si apostull. Bëhet shumë e qartë tani. Të tjerë si profet, të tjerë si ungjilltar, nuk kemi asnjë nga këto. Tani është koha fundi kishës ka bari mësues. Për përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, derisa ata arrijmë të gjithë te uniteti i besimit dhe të njohjes së birit të Perëndisë, te një njeri i përsosur në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit. A mund të zbatohet kjo që Zoti në ka dhënë dhunti ne të gjithë dhe të gjithë punojmë në këtë gjë deri që të rritemi? Zbatohet. Por në kontekst, drejt për drejt po flet për njerëzit dhunti. Njerëzit dhunti. Që të mos jemi më foshnja, kush do të punojë në kishën e tij? Kë do të përdor Perëndia mbi çdo gjë tjetër. Ne përdorim sistem dishepullimi, lavdi Zotit. Por Zoti ka një shtyll, domethënë një kolon, e dini që disa apostujt quheshin shtylla të kishës. Ka një kolon mbi të cilët ka vendosur dhe mbështet gjithë doktrinën e shëndosh. Prandaj Pali thot Timoteut, ruaje veten, dhe mënyra si të ta ruash veten është duke mbajtur doktrinën e shëndosh. Dhe jo vetëm që ruan veten duke mbajtur doktrinën e shëndosh, por ruan edhe ata që të dëgjojnë përmes doktrinës së shëndosh. E para Timoteut 4 besoj vargu i fundit. Qëndro në këto gjëra, sepse duke qëndruar në ato gjëra do të ruash veten edhe ata që do të dëgjojnë. Do të shpëtosh veten dhe ata që do të dëgjojnë. Edhe kjo është e çmuar lidhur me këtë pjesë. Tani, kuptojmë këtë. Në qoftë se kjo është drejtimi, atë çfarë do të bëj unë? Shumë e thjeshtë. Unë kam nevojë të ndjek vizionin. Që nga vjen. Nuk po flas të ngër kult e individi, po flasim çfarë po thot Perëndia. Kam nevojë të ndjek vizionin. Kemi nevojë të jemi një mendje, atë që të jemi një mendje, kemi nevojë të ndjekim një vizion, po vizioni duhet të vijë përmes bari mësues. Nuk bën dot ndryshe. Është e pamundur nëse nuk e kuptojmë këtë proces në këtë lloj mënyre. Kemi nevojë të ndjekim mësimin e duhur që Zoti na jep, sepse në këtë mënyrë ne përsosemi. Kemi nevojë të ndjekim vizionin, sepse në këtë mënyrë bëjmë shërbimin. Kemi nevojë të ndjekim udhëzimin, sepse në këtë mënyrë ndërtohet trupi i Krishtit. Atë të treja shkojnë së bashku. Ndiq mësimin, edhe Perëndia na mëson përmes bariut që ai ka dhënë. Nuk po flasim çfarë thon shkrimet. Praktikisht. Edhe ne duhet të kuptojmë që kur ne zakonisht jemi kështu të prirur, ne do bëjmë çfarë mendojmë ne. Edhe zakonisht kur sa dalim andej, do dalim nulemi lokale dhe ngatrojmë gjërat. Ngatrojmë zërin e njeriu e quajmë si zërin e Zotit. Ose zërin e Zotit quajmë zërin e njeriu. Edhe ne mund të themi për shembull, mund të thoni që nuk po përmend Landi, po them Zani. Edhe vajta ashtu Zani tha, po jam dakord me Zanin. Në qoftë se Zani tha atë që tha nga fjala e Perëndis, atë nuk do të thoni Zani tha, Zoti tha. Por në qoftë se ajo që tha nuk qëndron në fjalën e Perëndis, atëherë hidheni poshtë atë. Edhe disa njerëz çfarë bëjnë? Pastaj e ngatrojnë, e marrin këshillën e një njeriu, një shoku, edhe marrin sikur thu tha Zoti atyre. I bëjnë lëmsh gjërat. Prandaj kur ne vim në shtëpinë e Perëndis, duhet të kuptoni që ashtu si ju jeni përgjegjës përpara Perëndis, edhe do të jepni llogari një ditë përpara Perëndis. Edhe ai që Perëndia ka vendosur mbi shpatullat e tij, nuk po flas tani këtu, po flas çfarë thon shkrimi, nuk po flas për ngritur njërin ose tjetër, për të qenë biblik. Edhe ai që ka vendosur Perëndia mbi shpatullat e tij barrën e të qenit trung. E di çfarë do të ndodh? Ai do të bëjë seriozisht punën e tij. Atëherë në gjithë këto gjëra duhet të kuptojmë, kemi një model, kemi nevojë të vdesim, të varrosemi që të ketë fryt. Nuk mund të bëjmë dot pa modelin, nuk rritemi dot. Kemi një trung. Dhe ky trung është drejtimi i duhur nga Perëndia. Edhe ky trung është të ndjekësh mësimin
në mënyrë që të mund të përsosesh si shenjtor, të ndjekësh vizionin në mënyrë që të mund të përmbushësh veprën e shërbimit, të ndjekësh udhëzimin në mënyrë që të mund të ndërtohet trupi i Krishtit. Nuk funksionon dot ndryshe. Prandaj Perëndia i lë kishës njerëz dhunti. Tani vim tek pjesa tjetër, tek degët, që ne të gjithë kemi dhunti. Dhe përgjegjësia, kur flasim për degët, ndonjëherë mendojmë sikur për çfarë jemi ne degët, si jemi as rënja, si jemi as trungu. Kuptoni diçka. Jezusi është rënja. Jezusi është dega. Jezusi është trungu. Është trupi i tij. Por praktikisht në atë kuror të madhe i gjejmë veten të gjithë ne dhe kemi një rol për të bërë. Në mënyrë që i gjithë trupi të mund të rriten. Trungu ka një rol për të përmbushur, rënja ka një rol për të përmbushur. Dhe si një organik, se cili ka funksionin e vetë. Edhe në gjithë këto gjëra, që ndodh, rritet trupi, rritet. Edhe ta dini dhe një gjë tjetër, rënja nuk jep fryt. Nuk keni vajtur juve të kërkoni mollë të rënjët. As trungu nuk jep fryt. Janë degët që japin fryt. Të më kemi bekime, por e gjithë kjo nuk është kush jam unë dhe kush jeni ju, sepse Zotit i pëlqeu të na jepte dhunti, ashtu siç i pëlqeu atij, thotë e ke parë Korintëve, për dobinë e përbashkët. Ju dha, secili nga ne ka marrë dhunti siç i pëlqeu Zotit. Edhe nëse Zoti më tha atë dhunti, atëherë unë jam pjesë e një bekimi që jam organika e Zotit, kam ADN-n e tij, kam genin e tij, edhe ajo që ndodh është unë do të bëj atë që Perëndia kërkon prej meje. Edhe në pjesën e degëve, Perëndia na tregon që ka një përgjegjësi për të përmbushur. Përgjegjësia është të themi të vërtetën me dashuri. Këto janë pjesët që na takojnë ne, pjesët më sipër i takojnë atij që është trungu ose njeriu dhunti. Këto janë pjesët që na takojnë të gjithë ne, por dini një gjë, nuk veprojnë të shkëputura. Trungu pa kurorë nuk ka kuptim, kurora pa trungu nuk ka kuptim, trungu pa kurora dhe pa rënje nuk ka kuptim, të gjitha janë së bashku, duhet të funksionojnë që trupi të rritet. Nëse lëm njëra nuk funksionon. Janë të rëndësishme të gjitha këto së bashku. Por, edhe tani e kthen në vargun 15, por duke thënë të vërtetë me dashuri të rritemi. E vërteta është fjala e Perëndis, Gjona 17:17, shenjtrojnë në të vërtetën tënde, fjala e Zotit është e vërteta. Tani rreziku i parë është ta thuash të vërtetën, por pa dashuri. Rreziku i dytë është ta duash tjetrin, por pa e thënë të vërtetën. Rreziku i tretë është të mos rritemi. Cila është të mos rritemi? Nuk themi të vërtetën me dashuri. Ma e kuptoni, është shumë jetike ta themi të vërtetën me dashuri. Sepse kjo e thëna e vërtetë me dashuri do të shkaktojë rritjen e trupit. Mos e thëna të vërtetës, do të sulmohemi, por ka një luftë frymërore, nuk është njerëzore. Ndjehemi të sulmuar sepse si do ta gjykoj tjetri, si do ta marr tjetri, sigurisht rrezik të marrim njërin në anë është rrezik ekstrem, të marrim anën tjetër është rrezik ekstrem. Domethënë qoftë nga legalizmi, qoftë nga liberalizmi. Qoftë të qenë liberal. Por Bibla na tregon që ne duhet ta themi, sepse nëse nuk e themi të vërtetën, nuk mund të rritemi dot. Kur ne kalojmë kohë me njëri tjetrin, kur ne përballemi me probleme të ndryshme në jetë, kur ne flasim për gjërat me të cilat ne Zoti na ka dhënë në jetë, duhet të jetë sipas Biblës. Nëse nuk është sipas Biblës, ne nuk po rritemi. Dhe nëse nuk po rritemi në sytë e Perëndis. Në sytë tanë ndoshta mund të rritet, po ne quaj kështu. Një rritje falso ose rritje jo reale. Herët apo vonë ato fluska do shfryen ose do plasin dhe pastaj do kuptohet që nuk ka rritje. Por që të mund të rritemi, ne duhet të themi të vërtetën me dashuri. Do ta heqim ato lloj frike apo ato lloj sulmi që sulmohemi për të mos e thënë. Sigurisht duhet të kemi dhe vesh për të dëgjuar. Në ditët e sotme është shumë e vështirë. Unë i dalloj pak të krishterët e brezin tim, kur unë isha në 1995 ishte pak ndryshe me që është tani. Në ato kohë,
të paktën për një 10-15 vite, nga 95 deri në vitin 2005, le të themi, ose më vonë, po, njerëzit e mbanin qortimin ose e mbanin të vërtetën dhe ishte si një vaj mbi kokën e tyre. Sot, njerëzit ofendohen lehtë. Ai brez që isha rritur unë ofendohet, nuk po flas për brezin sa po shpëtoi tani, ai brez. Është bërë me fëmijë, është bërë me mos fëmijët janë bërë gati për të martuar. Edhe kur flet me ta për ndonjë çështje, për gjërat e jetës, për fëmijët, për një gjë, kështu nuk shkon ashtu, ofendohen lehtë. Edhe ofendohen edhe çfarë? Të mbajnë mëri sa të jetë jeta. Nuk të flasin me gojë, ose nëse të flasin do të përshëndesin formalisht edhe pastaj që nga dita që ti më the atë që më the, u bë keq. Po e di që po provojmë? Po provojmë mos rritjen tonë. Sepse ne nuk rritemi vetëm, ne rritemi bashkë, thot Bibla. Nuk rritemi dot vetëm. Sepse gjithmonë kur Perëndia përmend rritjen në Dhjatën e Re, veçanërisht, në letrat e palin, e jep një rritje së bashku. Ka dhe rritje që janë individuale, por jo tek letrat e palin. Edhe në lidh me njëri tjetër, për shembull, duani njëri tjetrin. Faleni njëri tjetrin. Nderoni njëri tjetrin. Ngushëlloni njëri tjetrin. Lutuni për njëri tjetrin. Domethënë gjithmonë Perëndia e lidh jetën e secilit me nesh me njëri tjetrin. Jo të veçuar. Jo të veçuar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Atë përgjegjësia e parë është të themi të vërtetën dhe gjitha përgjegjësia e dytë është se cili nga ne ka kontributën e vet. Se cili nga ne. Edhe kjo është e rëndësishme për çdo njërin, sepse kur ne shohim kështu ne themi i keni takuar një njerëzit, ta të mbaroj që i takojnë që njerëzit. Kur ti takoni, mendja juaj do filloj të mendoj. Ky njeri nuk shërben. E di çfarë do ishte më mirë të mos vi këtu. Ky njeri tjetër, po gjithashtu, ky mezi duket një herë kish, një herë ashtu, një herë kështu. Domethënë nëse edhe po do të shikoni masat do të shikoni ja. Nga 20 veta do i gjeni që janë besnik ose 30. Po mund s'jam gabim një, hajta për 50, jam qefin vetes. Apo për 50 veta. Apo 100, e la vetëm 50 me një. Sa si doni ta bëjmë, por di që është një pjesë, le të themi gjysma janë besnik. Edhe ne jemi të prirur të mendojmë, këta gjysma tjetër janë barë për ne. Nuk mendojmë aq thellë, por në mendjen tonë ne kemi një gjykim kur mendojmë për atë. Por duhet të dini një gjë. Bibla thotë ne kemi nevojë për njëri tjetrin për të qenë. Sepse nuk thotë kontributi 50%. Po të thoshte ashtu, a e di Zoti që ata janë të dobët? E di. Bibla thotë tek Romakët 14, Zoti është në gjendje të mbajë në këmbë edhe ata. Amen, thoni. Është në gjendje të mbajë në këmbë. Është në gjendje. Ashtu siç të mban ty në këmbë, është në gjendje të mbajë edhe ata. Por kuptoni këtë që ne kemi nevojë për të gjithë pa përjashtim. Sepse kështu thotë, domethënë, me anë të kontributit dhe sipas forcës së çdo pjesi. Ajo nuk ka forcë shumë, ka pak. Po sipas asaj force që ka. Dhe me çfarë fjalë ai mund të bëjë gjithçka me anë të Krishtit. Po prapë, mund të themi sipas asaj force që ka, që mund të bëjë gjithçka me anë të Krishtit që e forcon, është një forcë e madhe. Do të shkakton rritjen e trupit. Atë kur ju të takoni herën tjetër njëri tjetrin, të thoni, wow, kam nevojë për këtë, sepse pak forcë e të gjithëve në kuptimin praktik është Skënderbeu kur vdiq, e dini atë historinë. I mblodhi trimat e tij aty, edhe mori një tufë me thupra dhe i tha kapetanëve një nga një, hajde thyeni, ata si thyenin dot, se ishin tufë madhe. Edhe mori djalin e vet, edhe i tha një nga një, i theu. E gjithë parimi në këtë, në fund nuk ka ndonjë gjë të re në ndjell, parimi është djalli do të sulmoj unitetin tonë. Do të sulmoj që të mos japim kontributin secili. Do të na çaj që disa të shpërndahen, por sa më pak të jemi nga e tëra, aq më pak rritemi. Sa më të plotë jemi nga e tëra, aq më shumë rritemi. Dhe ato që janë të dobta, ne duhet të kemi mendësinë e fjalës Perëndis për t'i përkrahur, për të kujdesur,
për t'i inkurajuar, nuk po flas ta pranoj mëkati, po për t'i përkrahur, pse është luftë frymërore, për t'u lutur, për t'i dashur, për t'i inkurajuar, sepse është kontributi secilit do na arrisë. Atë kur të mbaroj gjithë kjo, duhet të kuptojmë, ne kemi nevojë për të gjithë. Atë do të thotë që gojët tona do të jenë shumë të matura kur flasim. E di çfarë ndodh me shpeshherë me të krishterët? Thonë, e citojnë Biblën, po nuk e jetojnë ata. Keni dëgjuar ju që flisni ndonjëherë ndonjëri, filani bëri kështu, filani bëri ashtu? Keni dëgjuar ndonjëherë apo vetëm unë dëgjoj ndonjëherë? Dëgjoni ndonjëherë që filloni se ne i quajmë ato thashë themi. Dëgjoni ndonjëherë gjëra të tilla? Apo vetëm unë dëgjoj? Unë nuk dëgjoj mirë, jam më keq nga i ditë ju nga veshët, ana fizike, po prapë dëgjoj. Por dua të them që njerëzit të thonë, e qa nuk thonë. Ajo që ndodhë është që Bibla thot Mateu 18, thot në qoftë se vëllai yt ka mëkatuar kundër teje, shko vetëm për vetë. E ne themi, vetëm të vetë të qaj halli me një, edhe filloj t'i them, ti qa më ka bëraj? Motra, qatë. Edhe ne pasaj filloj me zbrazimi aty. Po pse, sepse kemi shoqe të ngushtë, ne ja themi njëra tjetër, apo jo? Ja themi apo jo? Kemi shok të ngushtë, ne ja themi njëri, ku të mbështetem, ku të qaj unë? Më thuaj, ku të qaj, jam preku shumë. Edhe fillojmë edhe zbrazim. Ai që na dëgjon, thot, s'kem faj, dhe mua ma ka bërë. Po ti di çam ka për mua. E filloj fol njëre, fol tjetër. Mbaroj lotët, çojmë pastaj. E u përqafuan, e qanë halli njëra tjetrës. Po e di çfarë ndodh? Nuk bën atë që tha Bibla. Bibla thot, në qoftë se ka mëkatuar, shko vetëm për vetë. Po pastaj, në qoftë se nuk të dëgjon, merr 2 ose 3. Pastaj shko me atë. Po si t'jam bëj unë tani se unë s'jam mbaj dot, tu kam nevojë për njerëz të lutem. Okej, diskutoje pa din kundër një tjetri, pa e nxjerr sekretin. E dëgjot historinë? Unë thash për një kish baptiste. E di çfarë, po t'jemi sinqertë, kështu kam dëgjuar këtu nga këtu. Po ta thosha kështu, unë ju e do hidhronte. Po thash, më them një kish baptiste. Megjithatë fjalë as kjo kish nuk është. Thjesht po përpiqem të jemi kujdesshëm për të mos nxjerrë nami ndonjë kishe. Po e njëjtë parim duhet jetë. Mund tani sorollatin, bloni mendjen tuaj, ka për atë, ka për këtë, ka për atë, çfarë si ka. Por ideja është kur je i zgjuar, edhe nuk dëshiron të nxjerrësh nami motrës vllajt, pra sepse Bibla është autoriteti yt. Mënyra e komunikimit është ndryshe. Atë do fillosh të shkosh vetëm për vetëm, në qoftë se të dëgjon e fitove, në qoftë se nuk të dëgjon, gjej 2 ose 3 të tjerë, shkon prapë, në qoftë se ndodh, zgjidhe, në qoftë se nuk e zgjidh, lëre përpara Zotit dhe shkon përpara kishës. Por kështu veprojmë në shumë gjëra të tjera. Edhe çfarë ndodh pastaj? Vjen dikush këtu, hyri zani. Gjysma e kishës këtej, e të keni bërë atë lojën telefoni prishur? Gjysma e kishës këtej, e mori, tha ati, e përfundoi pasaj, qa nuk ishte punuar ai. Edhe në vend që të mund të ai vllai që e filloi, në vend ta ketë zgjidhur me të për ABC, domethënë gjërat që kishin ABCD, çka kishin, ai fillon e flet, gjysma këtej e dëgjojnë. Dhe kur e takojnë edhe thonë, ky është ai. Sepse ne jemi helmuar duke e krijuar imazhin atij personi që ai ishte i keq, siç ka mbjellë ajo në tavolinën e parë dhe pastaj ka vazhduar në tavolinat e tjera. Ai ishte si ishte, hajde merre vesh ku ishte. Por ne jemi jashtëzakonisht të mirë duke zbatuar Biblën apo jo. Duhet të zbatojmë Biblën. Hajde të them një gjë tjetër që ta kuptoni këtë rëndësinë e kësaj. Një familje e mirë nuk i nxjerr nami fëmijëve vet. E di që disa prindër për shembull fillojnë të shajnë fëmijët e tyre, më vjen keq, por nuk jam dakord me ju. Edhe në qoftë se fëmia gaboi në shtëpi, ngelet brenda shtëpisë. Nuk i nxjerr nami, pse? Sepse po i nxorri nami fëmijës vet apo pjesë të familjes vet i nxorri nami vetes.
E njëjta gjë do kthye edhe fëmijërisht. Ne duhet të duam njëri tjetrin. Sa nga ne janë të vrarë për shkak të çfarë nuk themi. Sa nga ne nuk hyn dot tek dera sepse edhe çfarë dhe kontributi secilit, sepse këtu nisëm. Kontributi secilit është gati pa efektshëm sepse disa largohen, po ne kemi nevojë për të gjithë. Sot kam rënun, jam i dobët, më mbrojtja e vllai, okay, erdhi më tha, u pendova, kërkova falje, u zgjidh mbaroi. Nuk u mor vesh nga BBC-a. Mjaftoi vetëm këtu. Edhe nëse veprojmë kështu, ne dim ta ruajmë, ta lidhim njëri tjetrin siç duhet. Prandaj le të jemi të kujdesshëm. Dhe tjetra është se cili ka kontributin e vet. Procesi të kuptuarit të rritjes frymërore përmes Krishtit, sepse thot prej të cilit gjithë trupi. Përsëri Zoti e rikthen disa herë që nuk është prej nesh, rritja është prej tij. Prej të cilit gjithë trupi i lidhur mirë dhe i bashkuar. Me anë të kontributit, por është trup, është Krishti, ai që e bën gjithë atë që të funksionojë. Dhe dy parime është kontributi çdo gjymtyrë është e rëndësishëm dhe gjithashtu çdo gjymtyrë ka nevojë për trupin. Edhe këto janë të qarta. Edhe gjithashtu është rritje së bashku që folëm. Vinë re që në dhjetën e vjetër ka një pikturë të mrekullueshme, që ose lexoni gjithë kapitullin e Nehemias, do të vinë re që njerëz të ndryshëm ndërtonin pranë njëri tjetrit derisa ata e përfunduan të tëra. Edhe Bibla thotë që shikoni këtu, pranë dikujt, pranë, e do të vazhdoni të lexoni gjithë kapitullin të gjeni që gjeni njerëz, unë po ndërtoj këtë pjesë, pranë meje është dikush tjetër, pranë meje është dikush, pranë atij është dikush tjetër, pranë atij dikush tjetër, kështu vazhdon. Duhet të kuptojmë që nuk e bëjmë dot të gjithë punën vetëm, nuk ka supermen në trupin e Krishtit. Jemi të gjithë që punojmë së bashku. E duhet të punojmë së bashku. Sepse kjo është mënyra si Perëndia e rrit trupin, me anë të kontributit të çdo gjymtyre që shkakton rritjen e vet në dashuri. Prandaj mënyra si rriten muret, mënyra si ndërtohet, mënyra si punohet, është mënyra si ne shërbejmë. Le ta konkludoj të gjithë këtë histori. Perëndia dëshiron që ne të rritemi, ka një rrugë biblike. Rruga biblike ka një rrënjë që është Krishti. Edhe ky është modeli që Perëndia na tregon që ne duhet të ndjekim për të qenë frytëdhënës. Ai zbriti duke vdekur, ai u ringjall duke mposhtur vdekjen, edhe ai ishte i frytshëm duke burgosur burgosjen. Dhe kur ne ndjekim këtë model, Perëndia do të sjellë fryte në jetën tonë. Besojmë Biblën dhe duhet të besojmë Biblën. E dyta, që është po aq e çmuar, Perëndia na tregon që si një pemë, ashtu siç është një trup, ai na tregon që ka një themel dhe pastaj ka një pjesë që quhet trung dhe pastaj një pjesë që është kuror dhe kjo trung është njerëzit dhunti. Duajini ata, në fakt atë që keni, nderoheni, po mbi të gjitha çështja është kuptoni si punon Perëndia për gjithë trupin. Është shumë e rëndësishme kjo. Edhe Perëndia punon, kështu e ka vendosur Zoti, punon në atë mënyrë dhe kam nevojë për vizion, kam nevojë për drejtim, kam nevojë për të ndërtuar jetën, atë Perëndia t'u japi gjithë instruksionet e duhura, prandaj hajdeni në shtëpinë e Perëndisë. E do të merrni ato rregullisht. Edhe gjithashtu edhe përmes shërbimeve, drejtimit, gjithë këto gjëra funksionojnë nga trungu derisa dalin gjithë ato degët e trasha dhe pastaj gjithë pjesa tjetër. Edhe gjithashtu Zoti na tregon ne të gjithë pa përjashtim, edhe pjesa me forcë që ka forcën më të dobët, të gjithë së bashku shkaktojmë rritjen e trupit. Atë duhet të përulemi të themi, Zot, kam nevojë që të mund të pranoj të gjithë, sepse nuk i pranoj dot, nëse kemi probleme me njerëzit. E dini çfarë bëri Krishti, na pranoi ku ne ishim armiq me të. Po ne duhet të pranojmë edhe njëri tjetrin. Ne duhet të jemi të tillë, sepse Krishti është modeli. Atëherë do të ketë më shumë frymëmarrje kisha,
si organizëm. Marrëdhëniet tona do shërohen, marrëdhëniet tona do rikuperohen, edhe di çfarë rritja do të vinë natysh, sepse është organizëm. Nuk është puna jonë, është vetë Zoti e bën, por ne të bëjmë pjesën tonë në atë që Perëndia na kërkon, ai do të arrisë si trup. Le të shkojmë tek Zoti, le të lutemi së bashku. Qofse mund të bëj disa pyetje, ndërkohë që e filluam, që Zoti na kujtoi diçka ose të na lëviz nga vendi, a është Krishti rënja juaj në jetë? A qëndroni në fjalën e Perëndis? A kaloni kohë me Biblën? Nëse e dinit këtë gjë, ju lutem, kthehuni. Ju keni nevojë për rënjë, keni nevojë të merrni ushqimin e duhur. A është Krishti modeli në vdekje e në përjetimin e ringjalljes, ndërkohë që marrim kryqin, edhe Perëndia na bën të frytshëm. A jeni të frytshëm? Ka një model. Nuk mund të dalim jashtë modelit biblik. A jeni të lidhur me bariun tuaj? Në ndjekjen e mësimit, në ndjekjen e vizionit, në ndjekjen e udhëzimit që të mund të përsotheni, të rriteni në masën e shtatit të postis së Krishtit? A jeni duke shkaktuar rritjen e kësaj kishe me dhuntit tuaja? Duke folur të vërtetë me dashuri? Duke kontribuar me dhuntit në atë masë që keni për ndërtimin e rritjes së trupit? A je besnik në kishën lokale? Nuk mund të ndërtohesh nëse nuk je besnik, por duhet të vjesh besnik. A pranon të gjithë të tjerët, apo pranon çdo njeri përveç dikujt? Le të përulemi sepse jemi ne fajtor. E di që ai mund na ketë bërë shumë, ajo mund na ketë bërë shumë, por Perëndia ka bërë shumë më shumë se sa ne mendojmë. Ai na fali kur ne ishim armiq. Edhe kështu duhet të falim, me të njëjtën mënyrë, sepse Bibla thotë, sikurse Krishti ju ka falur, kështu të falim me ne. Le të ketë frymëmarrje, le të ketë shërim, le të ketë dritën e fjalës në zemrat tona, në mënyrë që të lëmë Perëndin të na rrisi si kish, të na rrisi frymërisht, të na rrisi dhe në numër. Ati dashur, faleminderit për fjalën tënde, Zot. Faleminderit që fjala jote është siduese, edhe Zot na ndriçon shtegu që duhet eci. Edhe atë lutem Perëndi të na hapësh syt. Edhe Zot, në atë që ti na ke folur, që të mos jetë vetëm thjesht një kujtesë e sotme, por Zot, mund të jetojmë ditë pas dite, duke të lënë ty që të mund të arrisësh trupin, të na arrisësh gjithashtu dhe neve, Perëndi. Faleminderit që na ke dhënë një model dhe është Jezusi. Faleminderit gjithashtu që na ke pajisur me dhunti, se cilin prej nesh, po edhe gjithashtu na ka pajisur me njerëz dhunti. Edhe gjithë këto gjëra nuk janë për ne, Zot, për jetën tonë egoiste, por janë për lavdin tënde, dhe janë për rritjen e trupit, për rritjen e njëri tjetrit, Zoti. Dhe faleminderit për dritën që na jep nga fjala. Lutem, Zot, për kudo që të jenë njerëzit e tu, ndihmoj, Zot. Ndihmoj të hedhin ato hap që ti u kërkon që të hedhin, Zot. Edhe Zot, le të jetë një hap me piknisës në jetën e tyre për të bërë ato që ti i thua në fjalën tënde. Në emër të Jezusit Zot lutem. Amen. Amen, le të shohim këpo. So
mirësi që na dha. Adhuro kujto premtimin, Zoti do të vi të na marr. Të shpres që t'jek brezim ton, askush do t'se largon. Dhe ndërsa thurim lavden, themi sërish gëzon. Në çdo frym që ne marrim, ta lenderojmë edhe jetën që jetojmë. Ty Zot të nderojmë, për çdo stin që na sjell Zot, të largëtojmë. Plot arsye kemi, plot arsye të lartësojmë. Plot arsye kemi, lartë të lartësojmë. Amen, amen. Mirë, lavdi Zotit. Një lajmërim, dy lajmërime, jo 3 lajmërime. Okej, e la me 3 dhe e vërteta. Si që thamë dhe dje, në lidhje me kampin e studente, jeni të mirëpritur që të ftoni dikën nëse është student, lidheni me Nertilin në datën 2 deri në 4 do të jetë kampi, po përgatitin për kampin e fëmijëve gjithashtu. Edhe nëse përsëri doni dikën komshi që ka fëmijë atë moshë edhe doni që ta ftoni do të jetë shumë bekim. Nesër ka votime, okay? Ju lutem ta veçojmë kohën e konferencës për të mos e zënë me... Do ketë nga mëngjesi deri në darkë, do kemi kohë të votojmë. Por le ta çmojmë shumë, të jemi në orar, pse jo, të mund të fillojmë edhe të gëzohemi. Do të jetë e fundit, po jo jeta e fundit, jo dita e fundit e jetës. Okay. Thjesht dua t'ju them që të jemi në kohë edhe të mund të fillojmë të adhurojmë edhe dëgjojmë fjalës së Tij. Zoti ju bekoft, jemi të lirë, jemi nesër.